Na gjithë jemi muslimanë, elhamdulillah. Në përgjithësi popullata kosovare janë muslimane. Dhe elhamdulillah gjatë kohës Ramazanit muslimanët agjërojnë, po fatkeqësisht nuk po falin namaz. Apo. Andaj duhet me pas shumë kujdes në çështjen e namazit, sepse namazi është shtylla e dinit islam. Ditën e gjykimit, një prej çështjeve më madhore edhe pyetjeve kryesore prej të parave ka me qenë namazi. Nëse një person namazin e ka në rregull, ato gjëra tjera pas namazit që kënë malit. Po e kundërta është nëse një person nuk fal namaz, vaj halli për ta. Nëse shkon pa namaz, është shumë rrezik. Është shumë rrezik çështja e tij. Mirë, pa ata personat të cilët falin namaz, walillahi alhamd, alhamdulillah. Ja ka mundsu Allahu subhanahu wa taala me fal namazin. Ky namaz, ku është mirë mu fal vllazni? Pikrisht në këto vende, në këto objekte që ju jeni bo sebeb mi bo. Edhe këto objekte në vendet jo muslimane, në vendet jo islame, janë prej vendeve apo prej objekteve kryesore të mos asimilimit juve. Dynja ju ka vllazni, vallai dynja ju ka. Nuk ka veç këto, edhe neve atje. Kush na mbron çto objekte? Që ky vllaz